Dolce zgjohet nga gjumi herët në mëngjes dhe që në momentin që hap syt, duket e tronditur. Syt I ka të mbushur me lotë dhe fytyra I dridhet nga mërzitja. Ajo mundohet t'i fshijë lotët me duar, por emocionet janë aq të forta sa nuk arrin të ndalet. Zëri I dridhet teksa rri ulur në shtret e mbështjellë me batanie, duke marrë frymë thellë që të qetësohet. Ajo e di që dita e sotme nuk është një ditë e zakonshme. Sot është momenti që do të largohet nga shtëpia dhe do të udhëtojë drejt Grande Fratello Italia, dhe kjo gjë e emocionon, por edhe e rëndon shumë. Ndjesia e largimit, e ndarjes nga banorët që ka kaluar ditë e netë me ta, e bën të ndihet bosh. Dolce nis të flasë me vete me zë të ulët, duke thënë se nuk është gati të largohet, se po I dhem fakti që do t'i lërë të gjithë pas, sidomos Edin me të cilin ka ndërtuar një lidhje. Ajo prek jashtëkun ku ka fjetur çdo natë dhe qesh paksa mes lodhëve, duke kujtuar momentet e lumtura. Banorët fillojnë të zgjohen dhe shohin që ajo është përlotur. Disa afrohen ta pyesin çfarë ka, dhe Dolce mundohet të buzëqesh, por sytë e saj e tregojnë qartë se sa e mërzitur është. Ajo tregon se ndihet e ndarë mes dy botëve, dëshiron të shkojë në përvojën e re, por një pjesë e saj nuk do të largohet fare, ndërsa përgatitet, merr frymë thellë dhe përpiqet të qetësohet. Por përsëri lotët I rrjedhin. Është një ditë e rëndësishme për të, një ditë me emocione të përziera, ku gëzimi dhe mërzitja përplasen me njëra tjetrën, duke e lënë Dolcen të prekshme dhe të ndjeshme që në momentin e parë të mëngjesit.